DJ Red, personazh do ftoj tani në studio i dytë, do hy me sushin plak, dhe pastaj do performoj. Ftoj në studio, sepse ai do bëj një recital me 30 artistë të tjerë në skemë, ai do jetë kryesori sigurisht, prandaj është recitali i tij. Recital me violoncel. Ca i thon violoncel, ca i thon violoncel. Ai vetë i thot violoncel. Pse do ma shpjegoj tani? Vjen pas kaq kohësh në studio, në fakt ai bën cirk të papar me violoncelin e tij. Ata dy nuk ndahen kurrë në fakt. Kurrë nuk ndahen nga njëri tjetri. Tashmë e njeh gjithë publiku mbar shqiptar, ftoi në studio për promovuar koncertalin e tij në 26 prill, që i bie sot jemi datë 12, 26 do dhe nja 14 ditë, që duhet jetë paka shumë pas 2 javësh. Ju do thoni ku, pa te Akademia e Arteve të Sallave e Madhe. Ftoi në studio, ai ishte i papar, Iliard Shabën, zoja zotrinj. Iliard Shaba e fillon me performancë live në studio, pastaj ulet flasi me mua, jepi Iliard, momenti jot 26 prill.
Shaba, papar. A e pas e çfarë cirku, a e pas e çfarë cirku bënte Iliardi apo jo? Nuk është i mrekullueshëm? Dhe kjo meriton DJ Red. Dhe kjo meriton plak. DJ Red, çfarë meriton për Iliardin? është i gëzuar shumë këtë djale, këtë mbush me gëzim, është i papar. 30 vjeç, Iliard Shaba, dhe prandaj e bën këtë recital në datë 26 prill, te Akademia e Arteve, të gjithë do jemi aty. Iliard Shaba on 30. On 30 do më thënë? Në 30. Në 30. Moshën 30 vjeçare. Pra, ky është recitali jot i parë, Iliard? I pari i këtij niveli. I këtij niveli. Do më thuash pas pak se çfarë është ky nivel. Produksioni, siç e kuptuat, Iliard Shaba, koncerti që do bëj Iliardi ky recital, Iliardi ka titulluar Revolution. Revolucion. Në 26 prill orën 7:30 pasdite në sallën e madhe të Akademinë e Arteve Zonja Zotrinj, mos mungoni. Drejtori artistik Ervis Çaushi dhe Mario Deda, regjia nga Arieta Dhima, që është dhe ventrologe, që pret me zërin e barkut, është e papar Arieta. Kosmografia nga Altin Mici dhe La Sartoria. Ç'është Sartoria? Sartoria, që është La Sartoria? është stilist që ka është emri? Emri i kompanisë. I kompanisë, që i... Ventiloquiste. Ventiloquiste është ventriloke i quaj unë. Ventriloquiste. Ventriloquiste, po shkurt ventriloke. Njerëzit që flasin me bark dhe që ju nuk e kuptoni se nuk e hapin gojën fare, ajo është një gjë e frikshme ndërkohë. Arieta Dhima do jetë aty apo jo? Do ketë dhe ajo një pjesë? Do ketë dhe ajo një performancë. Orkestër dhe band, se do jesh dhe me një band që ti e njeh mirë? Do jem me orkestër klasike, që do jenë 20 e ca veta. Nuk e ndan tani violonçelin, tani që flet me mua, po. Nuk e lë dot plak. Sigurt. Dash dot nga ai, ha? Edhe tani që për shkak po ta shtrish atje duket bukur. A e shtrish? Edhe kam flet mbase. Ke flet? Kam flet disa herë. Ke flet bashkë. Do të pyes pas pak nëse keni bërë seks apo jo me nëse bëni seks me njëri tjetrin apo jo. A mund ta shtrish? A mund ta shtrish pak? A do ta shtrish violonçelin atje, nuk ta prek njëri, të jap fjalën. Okej. Sa i bukur, qa violonçeli i bukur që është. Nuk është edhe event pin, kam edhe 3 se ke dhe 3 të tjera, ke 4 sop, do më thua ashtu. Po kush është Iliard Shaba, ose zotim, para se më thot 2 fjalë për recitalin? Iliard, në fakt, rrëfimi jot më ka emocionuar shumë, ti thua prindit e mi asnjëherë, dhe asnjëri nga ata nuk kanë pasur lidhje me muzikën, dëshironin fort thua ti që nga familja e tyre të dilte një muzikant, edhe pse asnjë nga ata s'kishte asnjë lidhje me muzikën. Ata i quanin artist, me demek thua ti jeta e skenës është më e mirë dhe më e privilegjuara. E kishin bindje prindit e tu apo jo? Në kohën e tyre, po. Edhe sot, jo. Më privuan, thua ti, Iliard Shaba, prindit e mi, më privuan nga lorat me top, nga lorat e kalamajve në atë kohë, nga lorat me kompjuter dhe më përgatitën për konkursin e pianos në Liceun Artistik e Ordan Misja. Pas konkursit, thot Iliardi, të gjithë ishin përgatitur për të më thirrur pianisti i vogël. Po në fakt nuk ndodhi ashtu. Njëri nga profesorët, vazhdon në rrëfimin e tij Iliard Shaba, erdhi dhe kërkoi të më shikonte formën e dorës. Ti do vish me mua, i tha profesori, do fillosh për violonçel. Të pagishta, dhe plak. Violonçel, i thash unë, vazhdo rrëfimin Iliard Shaba. Unë violonçel? As kisha dëgjuar kur më parë për këtë lloj vegle. Shkova në shtëpi dhe i thash prindërve, prindër, e fitova shkollën. Bravo, reaguan ata. Bravo, pianisti. Jo, i thash unë, vazhdo në rrëfimin e Iliardi, ka fituar për violonçel. Babai totalisht i habitur, dhe i nevrikosur i kohësisht, i thot, violonçel? Çfarë violonçeli? Mos është ajo violinë e madhe? Dhe vazhdojnë dhe sot njerëz të kësaj dite që njerëz dhe sot kësaj dite vazhdojnë të ngatrojnë violonçelin me violinën apo jo. Ose me kontrabasin. Ose me kontrabasin, që në fakt nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Ndoshta është një familje janë këshurira apo. Po, kanë lidhje. Janë këshurin. Kanë lidhje të vogla, po si thua është fëmia me një moshuar ose me një somosh. Ku e dija unë se cila nga violinat më kishte rënë, thot Iliardi për pjesë, e madhe apo e vogla, por shumë shpejt e mësova dhe për gjithë këto vite mbajta në krafu ati Iliard një të ashtu quajtur nga të tjerët,
që gjithashtu nuk e njihnin qemone. Pra kësa i thonë qemone plak njerëzit në gjuhën e thjeshtë? Shpesh herë shumë njerëz kanë vënë këtë emërtim. Dialekt në Shqipërisë mes në qemone. Po, jam duke se është edhe nga jugu. Edhe këto t'jugët e përdorin. Është Tiranë se qemone apo jo? Qemane i thonë ato nga jugu, qemane. Qemane i thonë andej. Nësa këtu Tiranë i thonë qemone. Qemone. Po, qemone pse? Po, qemone i thonë, i kam pas thënë violinës diku. I thoshin violinës qemone. Tani e shumë të si violinës. Edhe violinës i thonë rrezik qemone. Iliardi, sa Iliardi. Dhe ti në atë kohë ishe sa vjeç? Unë kam qenë 6 vjeç kur e kam nisur, por këto bët fjalë gjatë kohës shkollës, kur unë nuk isha bërë akome, po themi i famshëm, që tash ta njohin shumë njerëz. Jo, po këto më bëhet e bëheshin kur ti ishe 6 vjeç, plak apo jo? Po. Dhe mi që duhet ta mbaja, thua ti Iliard, mi duhet ta mbaja çdo ditë në krah, në shi, në breshën, në të ftohtë, të nxehtë, por dhe duhet ulesh çdo ditë ta studioja këtë qemone për të paktën 3 orë në ditë, thua ti. Po, po. Ndërkohë që shokët e mi, thua ti Iliard, dilni luanin, bëni qef, unë dhe violonçeli im, bënim gjoja si kur studionim. S'kam qenë shumë studios, Më ke emocionuar me këto që më ke thënë. Fillova, thua ti Iliard, ti shijoja provimet dhe koncertet e para, njerëzit më vlerësonin dhe më uronin për muzikën e bukur, aty fillova të vlerësoja më shumë punën dhe muzikën time. Pastaj ti rëfen dhe thua ambicia për rritje për të bërë më i miri, për të realizuar diçka ndryshe, për të dalë pak nga rutina e pjesëve klasike, fshehura si profesorëve luaja në vesh muzikën e këngëve të huaja moderne. Po. Tashmë thua ti Iliard, nuk ishte më thjesht një qemone, por një partnere. Po. Një violonçel që po përmbushte kohën, ëndrat dhe të ardhurat e mia. Shumë e vërtetë. Dhe kjo meriton DJ Red një pick-up tjetër. A ka te kjo jingle i famshëm i njohur ndërkombëtarisht, a ka violonçel brenda? Po kjo është orkestër simfonike, kështu që duhet këtë patjetër thua. Po ti e ndjen, mund ta kapësh violonçelin në vjetra vegla tjera, e kupton për shembull? E kuptoj, po. Truri im funksionon kur dëgjoj muzikën, funksionon. Po, e ndjen që ka një violonçel brenda? Po, sigurisht që ka. A? Sigurisht që ka në shumë muzika që shumë njerëz mbase violonçeli im thua ti Iliard, Shaba mori një formë tjetër, tash mund isha ideali me violonçel që u merrja mendjen njerëzve dhe kjo është e vërtetë zoja zotëri. Ku mendoj që ti ka ardhur studion time Iliard para sa vitesh për herë të parë? Ka. Do të ketë shumë. Diku tek 7 vjet nduket. 7 vjet. Në studion time thot Iliard Shaba zoja zotëri numërohen 4 violonçela, 2 elektrike dhe 2 akustike. Ndërkohë ky që kemë me vete këtu sot është Ky është një ndërë si bardhi? Është elektrik. Elektrik, po. Elektrik. Unë kam kthyer në elektroakustik. E ke thyer në elektroakustik. Një mikrofon. Më thuaj pak, i manipulon vetë të gjitha këto fije, të gjitha këto gjëra? Po. Iliard, kjo ka marrë fare për njerin. Më thënë është shumë autentik. Do të thënë e bën vetë të gjithën. Unë e kam blerë, kuptohet, do më thënë në këtë formë. A, do më thënë shiten dhe kështu bosh? Pa kështu, pa... Po, kështu është, bosh jo. A, dakor. Unë thjesht kam bërë këto modifikimet, po themi. E ke blerë jashtë, apo? Upgrade-et. E ke blerë jashtë, se Shqipëri nuk ka kështu. Violonçelin po. Dërsa upgrade-et, pastaj kam montuar wirelessin që të punoj pa fish. Është dhe wirelessi atje? Është bateria që furnizon këtë LED-in, mikrofoni i cili merr sinjal nga tingëllimi. Po tani më thuani gjë, pse duhet me wireless ky violonçel elektrik? Po, nëse mbam mendjen e parë fare kur kam marrë, kam qenë me kablo. Me kablo. Ndërkohë që wirelessi për çfarë shërben? Ndërkohë që wirelessi është si telefoni i shtëpisë, vëlla, që e kem në xhep, ku do të shkon. Që do thot muzikën ti e lëshon? Ndërkohë që unë me violonçelin mund të lëviz në sallë pas një lloj. Wirelessi shërben vetëm për këtë? Po. Vetëm për këtë. Dakor, po pjesën tjetër të muzikës sot kush e lëshon? Ato i kam montuar aty në gjithë me ka lëshuar DJ Redi sot? Po. Pjesën tjetër? Po, bazën edhe sinjalin e violonçelit, që kjo e dërgon atje me wireless. Dakor. A për këtë duhet wireless, për të lidhur me një mrokull tjetër? Tek sinjali kryesor. E kuptova. Revolucioni skenik, thua ti Iliard, tek unë ndodhi kur më shkojnë mendja të vishja me drita një nga violonçelet elektrike, është kjo? Po, ky është, po ka qenë i zjetër. Vërtet? E ke lyer vetë sot bardh? Po. E ka dalë pak boja, apo më bukur? Po. Më bukur.
Po tjerët si janë? Po, kam për të vetën. Si është elektriku tjetër? Tjetëri është i zi, dërsa dy akustikët është... Njëri është i zi, tjetëri është në bëjkaf, si standard. Akustikët, ku i përdorë zakonisht? Në studio. Në studio? Jam edhe producent, kam edhe studion time dhe aty në qizime, do më thënë që i bëjmë akustikun, që është tingulli originali i violoncellit. Që është tingulli original. Ndërsa këtu që dëgjojmë në sot nuk është tingulli original. Ndërsa është pak më sintetike dhe është më tepër për evente. Ta sigurisht, për show. Po, për show. Bukur shumë. Kjo më dha dorë, thot Ilja Shaba, zonja zotrinj, që performansët e mia të ilustroja dhe me lëvizje tashmë dukshme dhe ekspresive, besoj e pa tu parasitike Iljar do na bëj edhe një gjë tjetër, jo ajti gjatë sa kjo, po do na bëj një gjë tjetër për qefin e vet. Çfarë duash ti Iljar? Okej. Nëse do, ose të njëjtën, por nuk ka rëndësi, më të shkurtër. Okej. Potencialet dhe fuqia skenike po vlerësoheshin nga audienca ime besnike, thot Iljardi, dhe ti thua Iljardu, sot gjitem në sken për ta dhe ata kthehen në burim forcë dhe krijimi për performancat e mia. Ti i ke mbush tashmë 30 vjeç apo i mbush 26? Unë i mbush me datë 22. Në 22 prill. 22. 26 ai bie fundjavë, mos gaboj. I bie premte. I bie premtja, jo kjo e premte që vjen, është 19, e premtja tjetër 26 do jemi të gjithë te Akademia e Arteve te salla e madhe e Iljar. Edhe njerë më shumë për ata që na shohin tani, kush është grupi do të shoqëroj grupi tjetër që bën muzikë? Atëherë është bendi klasik, i cili e kam formuar vetun nga ka marrë elementet. Është edhe bendi modern. Po kush këndonte bendi klasik? Nuk është se ka këngëtar, thjesht janë harqe. Janë harqe? Shumë violina, këngëtar ka atje? Këngëtar do jetë i ftuar Erik Loshi, Lorenz Asrama, Ermal Pepa, që është edhe organisti Aurelës. Ai edhe do më shoqëroj me piano, edhe do këndoj në sëndorë. Dhe recitali do jetë paka shumë sa i gjatë? Një orë. Një orë fiks? Po. Te Akademia e Arteve? Po. Ku ti do jesh paka shumë sa minuta në skenë? Do jesh pothuajse gjithkohë? Unë do jem 90% kohës. 90% kohës? Po. Arieta do bëj ventriloken? Arieta Lima? Edhe regjin. Edhe regjin, sigurisht? Dhe tjetër i ftuar kush është, se më the që jeni 30 veta, apo jo? I mban mend? Tjerë është Mario Deda, i cili ka bërë gjithë partiturat. Është edhe pjesë e bendit, luajn piano. Është Ervis Shaushi, i cili drejton orkestrën. Pastaj, nëse i përmend gjithë janë shumë, po do kem edhe videoprojeksion, që kjo është shumë e rëndësishme. Do kesh videoprojeksion? Do jem 3 videoprojektora. Sofi Shiliçi, erdhi Curi me Yzerin? Janë të dy? Bravo. Të cilët do shfaqen në 3 faqet të murit, do më thënë në faqen ballore edhe 2 anësore. Ja, zonja zotrinj Eraldi që është mbrapa te pulti, Eraldi që bën sot regjinë në vend të Ledios, se siç u thash fundit të emisionit për këtë po e them për gjithë që më bëni tani, për të parë ato 16 vjet Iljar, unë sonte për të parë 16 vjet zonë Lirë Plak, nuk na ndodhi asnjëherë, shqyrë zoti sot na ndodhi. Para sa ditësh Ledio nga njëra anë dhe DJ Çeri nga ana tjetër ushtruan në spital, në spitale të ndryshme dhe tani po na shohin nga spitali. Nuk janë keq, po një nga arsyet që u smurën është se u mërzitën shumë pas fyrjes madhe që u bën Rinas. Pas tyre parave që u vodhën Rinas, u mërzitën shumë, po, u mërzitën shumë dhe vund të dy kokën nuk e prisnin që ndodhte kjo gjë në Shqipëri, imazhi i Shqipërisë të gjitha këto, më tha Ledio është e papar. Dhe e gjitha kjo. Dhe sonte jam me DJ Redin që shikon atje, që zvendëson Çerin. Janë dy çuna që edhe Eraldi që është regjia dhe Redi janë çuna që punojnë këtu sigurisht, dhe që po ma zvendësojnë sot shumë bukur dhe Çerin dhe Ledion. Kështu që pse e thash të gjë, e thash për të thënë Erald që edhe ti do jesh vetëm atje besoj apo jo, do ketë regji, do ketë gjithçka, do jetë videoprojeksion, do jetë gjithçka. Po, Flori Çanga do jetë me videoprojeksionin. Flori Çanga e njoh, po. I papara i Flori, bën gjëra të bukura në videoprojeksion. Ndërkohë Eliardo nuk mund ta bëj këtë pyetësor me ty, para se të shohim një video të shkurtër, rreth 60 sekonda. Jo, Erald, ti mos shikon ti, Eliard, ti mos shikon ti, shiko këtu vëlla. Në rregull. Ky është ekrani jot, ky këtu. Orofsh Eliard. Është momenti i qetë tani, e ka lënë violoncelin atje. Është i qetë tani, për i moment është i qetë. A kemi një 60 sekondë me Eliardin për të krijuar një ide se çdo jetë ky koncert recital në datë 26 prill te Akademia e Arteve, ja shikoni.
Përshëndetje gjithëve, unë jam Iliardi. Me datë 26 prill, në orën 19:30 bëj koncertin tim recital në sallën e Universitetit të Arteve. Shpresoj të bëheni pjesë. Monday to Sunday, whatever you need, I got some shit. Iliar Shaba, zëtë i më të më bitë si papare. Pra sa vite u bëjnë që nuk i trafton kur violoncelin? Të thuar asë njerë. Violoncelin e trafton vetëm 30 vjeç, ishin 6 vjeç. E trafton vetëm i violoncel tjetër. Po, normal. U bën pra 24 vjeç që jeni bashkë, apo jo Iliar? Po. Dhe sot mund të ma thuash me plot gojnë që Arian nuk jam mërzitur fare, mund të vazhdoj gjithë jetën? Apo të karë majtë mund të splak dhe do të plasësh në njerë? Sigurisht edhe kurse dua, do ta dua. Vërtet? Ka momente që nuk e do, a? Po çfarë i thua për shumë? Problemi vetëm që kam unë me profesionin tim është që momentet kur nuk jam mirë, nuk ndihem mirë. Po normal. Shpirtërisht prap duhet të jem sa më pozitiv. Dhe në atë moment si e shanat, janë nxjerr dufin aty? Po. Bëj performancë më të fortë. Qa i thua? Po. Ne i bidu që ti flet me ato? Në momentin që je vetëm? Flas me shpirt. Vërtet? Nuk është se kupton Shqipen, faktikisht. Ja, kupton shumë mirë. Ai gjuhën tënde kupton shumë mirë. Pa i të ka marrë në njëri natë? Ajo. Ajo. Po pse i quan ajo? Po. A nuk është violinë, është violincel. Po. Është mashkull. Violincela. Violincela thuhet? A, mund t'jetë dhe femër? Po, jo më se bëj shaka. Mund t'a quajmë dhe femër, dakor, po duash ti. Varet se si e trajton. Ajo s'ka marrë në njëri natë. Po. Për shumë, kur ti mundohesh që... Më ka marrë njëri natë, më ka rënë nga dora. Mes performancës. Të ka rënë nga dora? Po, dhe shtyrë. Ja, fut kohë. Ja ta testojmë. Intervista për Iliar Shabën. Jo, intervista për Iliar Shabën quhet thjesht, Erald, kujdes, Revolucioni Iliar Shabës. Bravo, kush e lëshoj këtë muzikë? Ti e lëshove red? I papari, bravo. Dhe e mbylli bukur, po. Për e të parë që punoj me redin këtu, e? A e mban mend partin e parë që ke luajtur në cello? Cello i themi shkurt. Po. Mbaj mend nga qenë për vitrinë një lokal ku... Para sa vitesh? Në 2009 më duket. A e mban mend herën e parë, Iliar, që ke ngrënë një harë kokës nga mësuesit e tu? Po. Po? Po, kur kam qenë fillore, po. Fillore? Shumë, se nuk kam qenë studios, kështu që... A mendon si e fqin një mi keq që mund të bjerë për hise është një fillestar në cello? Cello i themi shkurt violoncelit. Se di. Iliar Shaba, a beson se të rish një ditë pas studiuar cellon e vren vetëm ti, ndërsa po të rish 2 ditë dhe më shumë e kupton dhe publiku? Jo. Nuk e kupton publiku? Nuk e kupton. Edhe sigurisht. Se këto njerë ju mendoni se i kuptoni gjërat kur shkoni që shikoni një shfaqje, se kur shikoni një emision, filloni të jepni mend, ta dekriptoni, thoni, po kjo gjë që tha nuk ishte mirë, gjëja tjetër ishte okej, pastaj këtu e dhjo fare, pastaj kështu. A thua sikur ju kuptoni ndonjë gjë? S'kuptoni asgjë. Ju duket sikur. Bëj shaka. Atë s'kuptoni asgjë. Iliar, a të duket sikur e sheh më qartë muzikën kur luan me një violoncel të tej dukshëm se sa kur luan në një violoncel prej druri? Jo, s'ka rëndësi. Nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi forma. A duket vetja si Chelsea fa i basit, kur nuk ke një përgjigje për pyetjet që të drejtojnë? Do e thënë me që Chelsea i basit shkruaj si pikpyetje në pentagram. Jo. Vërtet kjo gjë? Është e vërtet që shkruaj si pikpyetje? Po. Chelsea basit, Po, pa pikë. Pa pikë. Pa pikën poshtë. Se ka 2 pika anash. Po pra, a mendon se tingulli cellos është i vetmi që nuk të mërzitet kur u largohesh humanëve? Kthe e them, se te cello është instrumenti që ngjason më tepër me zërat humanëve, është e vërtet? Po, shumë e vërtet është, por mendoj që gjithë instrumentat kanë bukurinë e vet në momente të caktuara. Iliar Shaba. Ndjeshmërisë që e situata. Iliar Shaba, a ka raste kur flet me cellon sikur ti ishi 2 shok të ngushtë? Flasim, po jo ashtu si që mendon ti. E mund më gënjeje pak të mbëje të ndëroja. Iliar, a i ke vendosur emra të 4 violoncelave të tu? Jo, s'ka shkuar mendja. A duhet ta bësh? Dhe ishte fantastike. Po të krijoja atë lloj lidhje,
Do t'i vësh nga një emër plak. Jo sot, po do t'i vësh nga një emër. Po nëse thyet për shembull, i bie që duhet të shkoj ta varros pse. Po pse jo? Po pse jo? E vërtet ta them. Iliad, Do mendoj. a flesh shpesh me ta me qenë se janë të mëdhenj dhe mund t'i përqafosh? Si në falë dhe herë? A flesh shpesh me violoncellat e tu me qenë se janë të mëdhenj dhe mund t'i përqafosh? Jo. Jo. Iliad, a ndjen veten bosh kur nuk e ke veglën me vete? Jo bosh, por ndjem lirshëm shumë i lehtë. Se jam mësuar dhe me peshën. Iliad, a do duket çelo si një simbolik, ose më mirë si një simbol falik, të paktën kur e shen nga pamja jashme? Po këtë nuk e di se ka menduar ndonjëherë kështu, mbase të tjerët mund ta përcaktojnë më saktë se si mund duket. Iliad, a të kap dëshira t'i shkurësh i jelet çdo kali që të del përpara, që ti kesh rezervë për harkun tënd? Po. Po. Se i pus shumë këto. Po pra. Qimet. A të vjen ta fërkosh dhe partneren me kolofon sa herë që fërkon harkun e çelos, Iliad? Për ju se dini, kolofoni është një rëshire veçantë që përdoret për të lyer qimet e kalit të harkut. Jo. Jo. Iliad, a i treton miqt si pizzicato në telat e çelos? Pra, a i gërvish sa herë të duash? Këtë gërvisht. Miqt. Miqt e mi? Si gërvish telat e çelos? Po, kur gërvisht telat e çelos prodhon muzikë interesante. A të ka thënë ndonjëra, Iliad, ke gjithë të mrokull me skëmbëve dhe në vend ta luash me të, e gërvisht? Jo, s'ka. Asnjëra. From Monday to Sunday, whatever you need, I got sushi. A ndihesh shpesh, Iliad, si vegël shoqëruese kur je me gocat dhe pak herë si protagonist, me qenë se dihet që violonçeli është më tepër një instrument shoqërues me pak sonata dhe pjesë ku deli pari. Unë jo njëherë. Ti je gjithmonë protagonist. Po, mbase bie në sy nga dritat. Edhe je nga të vetmit plak. 26 prill do jemi atje. Mirë se të vish. Me zi presim. Dhe dua të shoh se ti bën mrekullira, edhe publiku çudit sot. E pesi vinte luante te ju apo jo? Kush mund ta bëj ti? Do të jesh artist i madh. Edhe dashuri të papar do kesh për të vegël. Është i papar ky djalë. Iliad Shaba. Më përmend disa nga materialet të cilat do përdor. Bravo. Për ta mbyllur. Besoj se shumë njerëz do tërhiqen. Do jetë Baku do jetë herë. Do jetë do luajnë disa materiale klasike në fillim, ose do jenë disa materiale filmash, si për shembull Gladiatori edhe Piratat e Karaibeve. Më pas do jenë materiale më virtuoze, Nothing Else Matter. Do ketë metal. Po do kem edhe rock. Po vetëm ky është? Vetëm këtu do kesh metal? Jo. Po tjetër Ç'metal metal tjetër do kesh? Lëm surprizë. Po më thuaj edhe një tjetër. Thunderstruck. Po tjetër? Tjetër? Në grup tjetër, metali? Po jo mos. S'po t'i them gjitha, se po se s'm vjen. Unë? Po. Unë pikërisht do vi, po mi the të gjitha. Po jo, është më ndryshe kur... Vërtet? Kur surprizohesh. Nuk ka vetëm metal, ka shumë rryma. E di, pa mua ajo pjesë pëlqen më shumë. E di. Siç ka thënë njëri i mençur, po të kesh Bachun, Sebastian Bachun brenda, siç do kesh recital, zesi i ke të gjitha. Doja të falenderoj edhe Olsin për videon që bëri trailerin. Olsi Besin, që është shumë i talentuar. Erdhëm. Faleminderit. Edhe gjithë stafin që po më ndihmojnë, Arietën, Marion, edhe Visin, edhe të ftuarit, Erikun, Ermalin. Ndërkohë që Iliad Shaba do na performoj dhe një gjë të shkurtër fare, maksimumi 2 minuta, jo më shumë, Iliad, e vendos vetë kohën, apo jo? Një 2 minutë, unë ftoj në studio për ta dëgjuar dhe ata të cilët do bëjnë debatin politik tani të javës. Si gjithmonë, pjesë e këtij emisioni Arian Curi, filozof, teolog, polemist, përballë kësaj radhe, sonte përballë një gazetari të vjetër që kam kopa e pas në studi, i cili ka bërë një shkrim dhe prandaj e kam ftuar sonte të debatoj me Curin. Një shkrim i cili titullohet Shansi i humbur i opozitës. I liri zë yri përballë Arian Curi të dëgjon Iliad Shaba dhe pastaj fillojmë debatin.
Levjo sa më rago esim. Jejma. Qaj ftohtë, zonja zotri. A jeni gati për qaj më trendit të momentit? Do një arsye? Real termin. Ky vit është ditëlindja e 100 e kompanisë austriake Rau. Bush 100 vjet Rau, gëzua Rau. Eksperiencë 100 vjeçare. Sjell të produkt për ju, një shije papa, dizajn i veçantë, super trendy. Majti quhet ky çaj, shikoni. Majti, çaj im, shije mrekullueshme, kombinim perfekt, limon, pjesh, fruta pymi. E sjell për ju Rau, Majti. Të gjitha ngjyrat e shijes, mos pini dhera, ja u kam thënë 100 tere.